Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhuar e falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, jemi në përmbyllje të këtij seminari një ditor që keni qenë prezent edhe në ligjëratë e mëhershme. Allah i shpërbleft edhe ju edhe xhallara që kanë ligjëruar në temat e Ramazanit, po edhe para këtij seminari keni pasur rastin që në forma të ndryshme, qoftë në prezencë direkte apo qoftë përmes rrjeteve sociale, me i përcjell edhe ligjëratat e tjera që janë marrë për Ramazan. Kështu që nganjëherë ndoshta shtimi i ligjëratave të vazhdueshme mund të krijojë një lloj presioni, nuk dini ata çka më nguaj, çka më marr. Andaj nuk duhet sado që të marrim nga udhëzimet e Ramazanit, nuk duhet kur më dal nga gjërat esenciale dhe bazike. Don çka është kryesorja që na duhet në Ramazan e çka janë tema të tjera që i shërbejnë pastaj asaj kryesorës. Nga se këto tema të më rëndësi, po jo të gjitha janë temat e epiqendrës, temat e bazës. Disa tema janë, për shembull, që e ndihmojnë bazën, po disa janë bazike. Për shembull, nëse flasëm për çu duhet me qenë dërdhënia e besimtarit, çu duhet me qenë gjuha e tij, sjellja e tij, e kështu me radhë, këto më rëndësi. Por gjitha këto janë, domethënë, anësore në raport me, për shembull, çështjen e zemrës, si duhet me qenë zemra e besimtarit në Ramazan. Në çështja e zemrës dallon nga çështjet e tjera. Zemra është në epiqendër, dhe të tjerat janë anësore. Pastaj ka edhe shpeshherë dilema, diskutime të caktuara për tema ndryshme që kanë të bëjnë me dispozitat e Ramazanit, që disa nga ato i merrni, disa nga ato duhet me i trajtuar ndoshta në formë të pyetjes që mund t'i bëni për shkak se jeni nga ata që ballafaqoheni me ato probleme. Duhet të them që Ramazani ka shumë tema, ka shumë çështje, ka shumë dispozita, ndaj gjithmonë duhet marrim ato që neve na përkasin. Çka na duhet neve nga temat e Ramazanit, çka më duhet mu për këtë Ramazan. E për me di çka duhet ty, duhet me pas një farlloj renditje, një farlloj planifikimi, një farlloj synimi dhe organizimi çka më duhet nga informatat, cilat janë kërkesat e mia, kashi vetvetes në raport me Ramazanin dhe pritshmëritë e mia nga ky Ramazan. Këto të rria janë shumë rëndësishme i pas parasysh që mos më shkapërderdh, mos më shpërnda në temat e shumta, trajtimet e shumta që janë në Ramazan, para edhe gjatë Ramazanit. Për shkak se tash tema ka shumë, ta kiçë këto më ngu, nga gjysën si vak kalën të tjetra dhe çësia kaotike, domethënë në raport me ligjëratat, apo ka më ndikuar edhe në organizimin, po them kushtimisht ose në çësin e pa organizuar në raport me agjendën e Ramazanit. Domthonë edhe veprat që ashtu kanë më qenë, janë diçka, lënë diçka, fillimi është shumë më ambicioz të shkon duke u dobësu pse nuk ka qenë ndërtimi i duhur, nuk ka qenë kujdesi për bazat që garantojnë vazhdimsi dhe që garantojnë përkushtim të mjaftueshëm gjatë tërë Ramazanit. Andaj ka tema shumë që mund të trajtohen. Unë du me i trajtu, nuk kam temë të posaçme që du më fokusu në ta, për shkak se ka pas propozime për këto tema, qoftë për meditimin, qoftë për disa edhe dispozita. Po mendoj që meditimi është temë që është trajtu, po edhe më shumë është praktik se sa që është teorik. Mund të dëgjoni nga ligjëratat e tefsirit, që Ramazanit ka me pas gjithashtu komente të caktuara të Kuranit, që ndihmohesh me to në aspekte meditimit. Me dhënë rregulla për meditim, shpeshherë janë rregulla më tepër teorike se që ti ki mundësi, domethënë me potencialin e tënd që e ki me i jetësu. Për shkak se Kurani është më parë në gjuhën që nuk e kuptoni, pastaj edhe me e kuptu, ka rregulla që shme komentu, që shme kuptu, nuk ka bashkë ashtu lehtë ato. Mirë po, kjo nuk e përjashton mundësinë e një lloj meditimi që na përket neve në bazë të nivelit që e kemi. Prandaj bëllu me prek gjithçka ka pak nga ato që është thënë, që me bëni përpjekje të organizimit të një harte, të temave që i keni marrë, tash qysh ato tema me i orientu në përreshmin e Ramazanit. Nuk kena marrë tema për këtë për atë, tash qysh mund të ato tema ka pak me i përmbledh
në kuadër të një harte orientuese që na ndihmon tani me të vërtet në mënyrë të disiplinuar, të organizuar me udhëtu gjatë muajit Ramazan. Çështja që preokupon dhe brengos shumicën e muslimanëve që ka të bëjë me çështjen e dinamikës së adhurimit në Ramazan. Shumica dërmuese e muslimanëve gjatë Ramazanit përjetojnë një lloj plagështie. Fillojnë me dinamik, me ambicie, 4-5, pastaj shkon të ra, tani menzi kthyen diku ka 10 shi fundit, ato veç tek i kthyen do punë, në zonë ato natën e kadrit, edhe pastaj që këtu për në Ramazanit. Qysh duhet mi u qasë Ramazanit? Të ndërmëllazër, çështja e parë që do të thonë është se prej nesër, kur hen akşami, duhesh fuqishëm e nisën. Shumë nga musliman nuk e nisin pej nesër. E nisin pej mas nesër, në gjinushëm, jo Ramazani i nesër, me ato që e përmena, apo. Prandaj nuk është kusht me qenë agjerueshëm për me fillu Ramazanin, nga se fillon me natën, pastaj është dita. Ramazani fillon me akşam. E shumë njerëz në akşam dalin, rrin, pinë çaj, lidhen me çka bojnë, ndërsa moment e Ramazanit po shkojnë. E dietarët kanë thonë, kush e ka fillimin e zjarrt, e ka përfundimin e drejtshëm apo. Kush ja nis mirë fillim, çfarë ka më shku edhe ka fundi apo. Çështja e dytë ndërkohë është se aja cila e garanton vazhdimsinë gjatë Ramazanit edhe tempon e duhur gjatë Ramazanit, ndërtohet mbi disa faktorë. Faktori i parë është, domethënë kujdesi për, dhe kryesore që kujdesi për zemrën. Adhurimet e zemrës. Nëse zemra është e fuqishme, e bën dinamik. Nëse zemra nuk është e fuqishme, atëherë shumica e njerëzve e fillojnë me emocione, me eufori, me një dashni formale, pa ajo nuk çon mi 3 ditë apo 4 ditë. E shkon të lodh, të lshuafën. Ajo që garanton vazhdimsi të adhurimeve deri në fund me intensitet të shtuar në vazhdimsi është vetë zemra e qëndrueshme. Prandaj duhet me trajtu me prioritet zemra. Domthon zemra me ushqy me dy sene kryesore. E para me njohjet e Allahut azza xal. Bëne program caktuar çdo ditë lexoje kanë emrin e Allahut te bartën. Ose përsëritë, s'prish punë. Për shembull, emrat e Allahut në surën Hashr. Merru me to gjatë Ramazanit, çdo ditë. Emrat e Allahut e ngjallën zemrën. Emrat e Allahut e shtojnë dashnin. Emrat e Allahut te bartala e shtojnë motivin. Ta kujtojnë që kush është Allahu që ti po adhuron, për të punosh apo. Nga se sa më e detajzuar është dituria, më e madhe është fuqia. A kuptuat? Sa më në detaje din diçka për Zotin, më fuqishëm adhuron. Sa më e përgjithshme është apo më adopt është energjia. Për faktin se për shembull, ti çfarë të më ta shpjegojnë emrin e Allahut kushtimisht për shembull, emri i Allahut El Ghafur, falsi. Çka i bën tamam apo? Apo ku hyn ku del çka bëhet, ti çtohet më tepër dashnia për Allahun që falem. Ose për shembull ta shpjegoj emrin e Allahut Azza wa Jall, për shembull El Alim i gjithdijshëm apo. Allahut ose El Shakur ose El Halim e për emrin e Allahut Azza wa Jall, sa më detajisht shpjegohet, çdo detaj është ushqim për zemrën, e ushqen zemrën. Sa më përgjithshëm dim për Allahun, se Allah është i falës. Çka më shumë zdim, apo çaq edhe është energjia për vazhdimtutje apo. Kështu që mundoni më marr me emrat e Allahut për me mirëmbajt, me mirëmbajt, domthon zemrën aktive. Edhe tjetra, kujdesuni për adhurimet e zemrës, po për këtë smunësh, por për zgjedhje 3 kryesorët. Dashuria ndaj Allahut, shpresa në Allahun dhe frika në Allahun ndaj Allahut të bartën. Çto 3 adhurime mundon me lexu, me dëgju, bazat ditore. Nëse sa më tepër shtohet dashnia për Allahun te barekutaala, që e suporton edhe njohja e Allahut azh xal, zemra ngjallet, zemra aktivizohet. E kur zemra është aktive, është e gjallë, garanton vazhdimsi, garanton arsyeshmëri të adhurimeve të vazhdueshme. Momenti kur kjo zemër dobësohet, edhe nuk ushqehet me ushqimin e dur, atëra gjymtyrët nuk ka mundësi më shumë. Është eufori, është emocioni i fillimit, po 2 ditë rritë edhe shkon duke e lëshuar.
nuk e nin më kënaqësinë e vazhdimësisë. Prandaj kujdesni për zemrën e juaj. Zemra është prioritet, ushqeni zemrën me ushqim të vazhdueshëm. Në çdo ditë që kanë për adhurim e duhet me pas adhurim cilësor, adhurim natën, lexim Kurani, dhikr, do mas pari përgatitë zemrën për çfarë ditë tani shkon aksion. Nesër përgatitë zemrën sabah, vazhdo të utjem. Do përgatitje ditore të zemrës për aktivitet ditor të vazhdueshëm që garanton ngritje e ju plagështimin. Çat ditë që se ke përgatitur zemrën për adhurim për çat ditë, kimë pa dobësimin dhe kimë pa rënë. E pamundshëm është. Se zemra është ajo që është përpara. Zemra që e mund njërin. Prandaj nuk duhet me pas qasje euforike as emotive ka shëndrimeve, po qasje të arsyeshme që zemra e kupton arsyeshmërinë e vazhdimësisë dhe arsyeshmërinë e lodhjes. Në momentin kur njëri nuk ka arsyeshmëri në lodhje, po e ka veç informata të përgjithshme, nuk ka mundësi me vazhdu tutje. Dhe kjo është e shpjeguar e qartë. Unë që po jepi këshilla të përgjithshme, këtë din këtu janë shpjeguar me argumente, me detaje, me shpjegime në derset e kaluara. Prandaj ajo që garanton të ndërlozë një lloj vazhdimësie është kush? Përgatitja ditore e zemrës. Që s'po them tash zemra përgatitë e një stam nuk e mund atë. Se në skemi asi kapaciteti me përgatitë zemrën me mush mirë, a ke pa aty kur të mush kirrin plot, thot edhe 6 kilometra tash shlirë, apo të kallzon diku të çën. Na zemra tona nuk kanë rezervat madh. Apo që e mushi tash të marrë një muj. Na e kemi kapacitet ditor. Mushë sot për sot. Apo sa pa mushë sot për sot. Që sot, çikaç, kimë pa dallimin atë. Kimë pa dallimin. Ta që apo zemra të mëdha me kapacitet e ka mushë tjetër atë. Na kemi kapacitet çikaç. Që sot neve na. Tuën baza ditore. Përgatitje ditore të zemrës për përballimin e aktiviteteve ditore të adhurimit. Është e qartë nëse e provoni keni pa efikasitet. Çështja e dytë që ka të bëjë të ndërlozur me luftimin e plagështisë është se tendenca më prek nga një lloj plagështie është shumë normale, është shumë e arsyeshme, për shkak se njëri njëri duhet që adhurimin gjatë Ramazanit, po flas për Ramazan po flasëm. Apo gjithmonë me e majt në nivelin e cilësisë. Në nivelin e cilësisë. E cila cilësi ndërton mbi bazën e sasisë. Në momentin kur preket natyrshëm pa nga plagështia, duhet më leju kësaj plagështie pak, apo që mos më e dhunu veten me prek cilësinë, sasia më kone paprekshme. Don pranohet që mos të pretu gjithmonë njëjtë ose mos më koni vëmendje gjithmonë njëjtë, por sasia më kone palkundshme. Mos lejo që me të ras sasia në Ramazan që ti ke përcaktuar me bofën. Cilësia nëse bjen e normale ka pak, se jeta që është dinamika, ti shkon punë, shkon shkollë, del dikon, natyra e jetës e bën zemrën ka pak më u lodh, se ki zemrën veç në adhurim apo. Po, mirë po, leja që të preket pak cilësia, por mos leja që të preket sasia. Qoftë me lexu për shembull pjesën e planifikuar gjuzit ose punën të Kuranit apo me lexu dhe ndoshta shpejt, pak edhe pa vëmendje, s'prish punë, ama insiston në cilësi, insiston në sasi apo. Po flas, insiston në sasi kur në situata kur rrezikon nga plagështia. Ndërsa esenca e aktivitetit do të ndërtohet mbi bazën e cilësisë. E cilësisë. Do me pritu dhikrin, kuptimet e dhikrit, pastaj me pritu Kur'anin, edhe meditimet caktuara, parajitet caktuara të Kur'anit e kështu me radhë. Prandaj kjo është këshilla e dytë që ka të bëjë me këtë çështje. Edhe këshilla e tretë, ndërkohë është lidhur me këtë çështje është munahu që shumicën e adhurimeve që mund të bëhen në kolektivitet, mi bëhen në kolektivitet. Për shkak se kolektiviteti na mon më aktiv se sa kur individual. Për shembull, po flas për namazin me xhamat, se ajo është çështje brenda dhe jashtë Ramazanit, po për shembull, ka ardhur dikush vet, a më fal taravih në xhami apo më fal të shtëpia vet. E të shtëpia vet nëse falesh gat, edhe kupton çfarë po lexon, e mediton, okay apo. Po nuk ka çashtu të thonë që prandaj le të bëhet esenca ti falet taravih në xhami. Gjoja diku ku mund të jetë pak më domethënë e pranueshme për ty,
Hajde ky xhami valla po gut, hajde ky xhami s'po gutën. Dikon edhe ngutia nuk duhet më majt me lexim të Kuranit të vëllezër. Për shembull, mund me lezu më shkurt në Kiam, po më rëndësia që rukuja dhe sejdja me kone pranueshme që qetëson zemrën edhe garanton për uljen, edhe për kushtimin. Çka më rëndësi? Se ka për shembull do e zgasin një faqe e lexon në kom, po tani një herë sundur subhanallahu rabbil azim ruku. Kjo nuk është kjo zgjatje, kjo është gabim. Apo se më mirë është me shkurtu Kur'anin e me zgjat rukun edhe sejdën, për shkak se rukuja dhe sejdja e mirëmbajnë për uljen. Nëse nxitimin to e prish për uljen. Pse edhe qëndimi gatë në kom është esencial, po të nash tek e fundit qëndimi në kom nuk është shumë përcaktuar. Pse lezimin e Kuranit se kuptojmë çka po thaj. S'mund me kon në hap me imamin. Pastaj me lezuaj pak më shkurt pranohet për shembull, elhamna disa xhamia të rënë qytetin tonë diun. Gjys faqe kanë një rekat. Gjys faqe dy rekate, një faqe lezohet. Apo çështu ka xhamia që bot. Okej, super. Ama me pas domon për kushtim në ruku dhe në sejdë që to opta. Edhe fali taravih deri në fund, për shkak se ka thënë pejgamberi alayhi sallam, ai i cili falet me imamin deri sa të përfundon, i shkruhet si më fal gjithë natën. Po si më fal gjithë natën, po thot pejgamberi si më fal, po thonë Allah. Apo s'po do me tin korrekt, po ai po thot gjithë natën, ai ka thonë, falem me imamin deri në fund. Mos u ndaj nga imami nga se bëhet se vallahi ti më shkush shpesh fal gjithë natën. S'falesh apo? Ta shpesoj për nota sa është e gatë. Atë me shkon të shtëpia, hajde po them kushtimi në orën 9 maksimumi. Ç'a bën deri në 5 sapo bora. Gat nota, kush falet më edhe një 2 sa të tjera. Trallin ata që falen apo. Ç'a kimë bëu, kimë nat, kimë flet, kimë çuz. A kështu që e përfundon travin në orën 9, edhe ti tani mund të me lezu Kur'an, me bëu dhikr, ndërsa atje numeratorja po shkon duke realizuar që ti duke fal. Akoma mirë. Po flas për 20 e para, për 10 e mbrëmta, pastaj tjetër 20 atë duhet me lidh mirë ka ishin edhe tani me taravih namaznate sa të mund me fal gjithë natën, tjetër pandon atje, po flas për 20 e para po. Mundohu në esencë me fal. Përveç se dikush që në më e zgjat leximin e Kuranit, përjeton don vetëm me fal, këto janë çështje të tjera, nuk mundum ndërhy. Po ne dim që në shumicën e rasteve, shumica e neve nuk mund me garantuar një koncentrim të tillë, një përjetim të tillë këtu më radh, andaj gjeni xhami edhe shko falen taravih deri në fund me imamin së bashku, edhe pastaj pjesën e mbetur të natës kalojmë ibadet e tjera. Në namazin në të kuptim se i përket namazit e ke përfunduar aktivitetin e natës. Me hadith pejgamberit azam si më fal gjatë natën. Ka mbetur tash aktivitet tjetër me lezu Kur'an, me dëgjuar ndonjë tefsir të Kuranit, dhe meditim, me bëu dhikr e ibadet e tjera që mund të shënohen gjatë natës. Pra kjo është më rëndësishme ndërvëllazër për me e garantu një farloj menaxhimi të adhurimeve që i ki mrena kohës së natës. Nga se kërë do vinë e falin, është po thomë dikush, mund me bëjë që është me falë farzin, pasë me shku më falë shpi më gatë, më falë më vonë. Ajo është çështje që pasaj është prirje personale, është aftësi personale. Po shumica e xhamatit në edhim, nuk kanë, prandaj falem as imamit të rinë fund, gjehet që po falë gjithë natën, me hadith pejgamberit, pastaj vizitoj dikon, jep sadaka, bëj dhikr, lexo Kur'an, ndërtoj natën me punë tjera dhe kështu që e ke menaxhuar natën me adhurime se s'lan kohën e vet dhe se s'la me domethënë përjetimin edhe përfitimin që ta mundson Allahu te bareke ve taala. Çështja nështë tjetër që mund me përmend është krahas këto që se ka do mundohu gjatë të Ramazanit që shkon hadith pejgamberit sa me erujt qetësinë e agjëruesit. Erujt qetësinë e agjëruesit. E keni pa pejgamberi ka përmend se besimtari agjërueshëm nëse dikush e provokon ose ngacmon çka thot, unë jam agjërueshëm. Unë jam agjërueshëm. Kjo nuk është domthon frikë, nuk është naivitet, nuk është ikje për situatës, por është ruajtje e qetësisë së agjëruesit. Se ajo zemër që na pa e kërkojmë me kon e orientuar ka ibadeti, orientuar ka punë të mira, ajo duhet me kon e qetë, me rujt. Nëse e trazohet me fjalë njerëzve, ky më tha, e bërtet, e thushtina, e trazohet. Ditë e merr vetë në apton bëhet iftare.
Dhe të merr veten, nuk është zemra të ndëllëzër, për shembull si dora, e çon natë e ul poshtë. Jo zemra s'është kështu. Zemra nuk është menaxhu çyç don të I ka rregullat e veta. Andaj ti garantoni vallë qetësie që më mund me kuptu Kur'anin, më mund me përjetu dhikrin, edhe në komunikacion, në provokimin e parë që ku hin që leja të Ramazan, sa të mundesh mo i qet. Po përmani komunikacionin që ty zakonisht trazohen zemra shumë, po edhe në rrugë, ku do kuft. Ose për shembull filoni bone ç'a bojnë këta. Lej njerëzit, merru me veten tonë. Ruaj qetësinë e zemrës. Sot ki mundsi. Çdo trazim i zemrës komo të kushtojë me ibadet. Çdo trazim i zemrës komo të kushtojë me rikthim të zemrën qetësi që është koha e kushtueshme, a dikush ka mundsi aq fuqishëm e trazon zemrën, vallahi ka mundsi, nuk ka mundsi më kthy deri pas Bayramit. Është çështja e zemrës është shumë e rrezikshme. Edhe zemra është shumë e ndihshme. Prandaj mundohu që është me e përgatit çdo ditë, me ruaj qetësinë çdo ditë, edhe me e orientu çdo ditë në adhurime të caktuara. Mos e trazo zemrën me çka do qoftë, bile s'paku për një muaj ditë. Me diçka që ka mundësi me zhvendos prej, kahjes së duhur në muajin Ramazan. Shumë njerëz tash fatkeqësisht, den sabah, vjen teravi, nervozohet, tani smuta u koncentru, ma kesh në zonë vënë, ky është i shop kom, ky lej njerëz të Allah, falu të këshyri punët tua dhe të sutje. Ose në parking, ose ku do koft, sa të ki mundësi, e di që nuk është e lehtë, po për ata është përmen se vapi madh i agjerusit, i cili kur i thot dikur diçkaj, thot unë jam sot agjerueshëm. Unë jam agjerueshëm. Kjo vlen dhe agjerueshëm, po vlen edhe mas iftarit, nga se zemra e qetë, zemra e koncentruar, zemra e përmbledhur të duhet edhe gjatë agjerimit, edhe pas agjerimit, po më në mrena 24 orëve. Fokusi kryesor ruaj zemrën tonë, nga gjithçka. Thash ruaj në fillim nga mbushja, nga organizimi, nga dinamika e kërkuar në Ramazan, edhe ruaj nga çdo zhvendosje, nga çdo turbulencë, nga çdo zhurmë që ka mundësi me shqetësu zemrën ose me defokusu, pastaj desha të kthesh fokus, vallahi ka mundësi të kushton shumë gjatë. Kështu që këto mendoj janë udhëzime praktike që mund të përmbledhen nga shumë dersa që janë dëgju, por që ndihmojnë praktikisht qysh me organizu veten tonë gjatë muajit Ramazan. Dhe çështja e fundit që ndoshta kam më përmend, të ndërsa është çështja që edhe në kuadër të kërkesave është përmend më diskutu çështja e meditimit, përmend shumë me meditu Kur'anin. Meditimi është i kërkuar, padyshim, por meditimi është nivele. Asnjëherë, për shembull, sa herë kena thonë me meditu, kur kush ka thonë çelë surën Bekare, kjo të çfarë jo, s'munësh. Mirë, po meditimi të ndërvozë për nivelin e atyre që nuk miren me tefsire me Kur'anin kështu me radhë, për shumicën për xhamatin për rizia. Meditimi nëm kupton 3 sene kryesore. E para nëm kupton që ta ndash leximin, kohën për lexim, kohën për jo leximin, kohën për lexim ta ndash në 2 pjesë. Për shembull, ti din sa ke planifikuar mendon nga kohët e për lexim, 1 orë, 2 orë, s'pish punë. Mundohu që 75% të kohës së ndarë për lexim, që 75% të kohës së ndarë për lexim, po, ta bësh në lexim. 15% të kohës të ndash për lexim të përkthimit atë që ke lexuar. Kjo është hapi i parë i meditimit, ta kuptosh atë që ke lexuar. Se shpesh tani njerëz futin konflikt. S'po dia me lexu përkthim më shumë, a Kur'an më shumë. Jo, përkthimi nuk është hatme. Ti shmon me hatme me lexim. Mirë po, kohën që e ki, për shembull ndame, menaxheje. 75% të kohës, 80% të kohës prish punë, apo? Në 85% se 75% të kohës nështë ka njëre e pa mjaftueshme për me lexim, po s'prish punë, kjo çështja është teknike, po 75-80% të kohës ndaje për lexim, hatmen që kemi vazhdu, virdin të nditor që ki. Ndërsa një kohë caktuar 15% të kohës, unë s'po tham 15-20, se kjo komo varë për totalit të kohës që e ke ndati për lexim të Kuranit. Ndaje për lexim të përkthimit të Kuranit edhe të tefsirit të disa ajeteve që i ke lexuar gjatë atij virdi apo. E keni për shembull tefsirin e Sadit rahimullah, të përkthim komplet. Ibn Kathir është më i gjon, më i thellë, problema për medituar me Ibn Kathirin, po pi tefsirit që po më kujtohet që janë përmbledhje të shkurta, edhe zatën tefsiri i Sadit rahimullah konsiderohet edhe tek tefsir meditues,
shumë më tepër se tefsir komentues. Të dush për me kuptu Sadin si tefsir, dush me ditë do tefsire tjera, pastaj me kuptua që ka përmbledha jaftë. Shpeshherë s'e kupton si tefsir, e kupton si meditim, si kuptim, po jo si tefsir që është shkencë në vetëm. Po së qoftë ajo që përket juve është përgjithë, merë Sadin, gjuzin çdo gjuz që lexon, domthon përgjithë disa jete, lexoj edhe përkthimin e jeteve që aty e tefsirin. Nga 20% i kursën tonë. Kjo është domthon çështja e rëndësishme e meditimit. Çështja e dytë që ndihmon meditim është domthon me përgjithë për qytetarët me bëni që thonë një playlist apo caktuar të disa ligjëratave që mirën me koment të surave të caktuara. Meqenëse ose të shkurta ose për shembull mund të jenë që mirësh për shembull tash kushtimisht do me për këtë Ramazan, po ki qef për shembull që më tepër më marr me disa probleme shoqërore, më marr me disa çështje që qysh më ndërtu familje kështu më radh, e ki surën Hujurat për këtë për shembull më shumë. Do për shembull marr shumë me disa çështje që kanë bëjnë ndoshta të interesojnë rrafimet e caktuara, mediturat, një rrafimi i caktuar. Okej, do gjë për Ibrahimin e sa për Musa e sa. Ka ose tefsir të gjuzit amme me zgjedh 2-3 sura e më marr me ato, po dëgjimi i ligjëratave për më ndihmu në meditim është çështje e domosdoshme. Dhe e treta, që ka me meditimit të ndërvëzër, ka të bëjme meditim personal. Qysh është meditim personal? Për shembull kalon e caktuara, ku Allahu, që kemi të sekë shpeshare, lavdron dikon, qorton dikon, përmend Allah xhenetin, nalesh me nën. Allahu përmend unë ku jam, a jam për çdo. Don komunikon me veten tonë me kuptimin e surës. Kjo është as koment, as meditim. Kjo është komunikim me vetveten. Po i them meditim se është diçka më e thellë se leximi. Po ky meditim të ndërruar vëllazër është komunikim i zamrës me kuptimin e Kuranit që me e prodhu një gjendje të caktuar se ku jeti me këtë. Që ka Allahu ka lavdu këta njerëz, Allahu ka qortu këta njerëz. Kur Kur'an s'ka qortim, as ka lavdim me emra, po ka në bazë të cilësive, kush e bën këtë është kështu, kush e bën këtë është kështu. Po vazhdo kush dha. Andaj përzihet disa stacione të caktuara, edhe goditë veten gjatë tërë Kur'anit me çato. Gjatë tërë Kur'anit me çato. Që për shembull për hyrjen në xhenet ose në xhenemin ose cilësitë e caktuara të planuara ose qortim ose lavdrim ose begatit Allahut azhjal. Allahu thotë ju kom dhënë këtë, çto ku e gjën ju kom dhënë ndalo. Që ka pa Allah ku falërimi, ku vlerësimi, ku është, apo domethënë që kjo është lloj meditimi, po që më tepër është përmes shikoj, na përmend meditim përmes leximit, meditim përmes dëgjimit, edhe meditim përmes komunikimit mes zemrës dhe tekstit të lexuar nga fjala e Allahut te barekuhu te. Nëse me shotria mundi me përmbush kohë vetë në ju me meditim, pa u zgjeru në fushat e tjera që mundi me gabu, nuk i përkasin, me jetë të tefsirit, me thonë, dhe në ka njerë do njerëz vinë, thonë, hoqë, kështë me dua jetën, që shë i kështë në Allah, këta i shqip të në të kalëzën, shqip së në lidhë këtë punë Allah. Dhe komenti i Koran lidhët me aspekt në gjusë arabe, pastaj aspekt gramatikore, të fjallëve, kështë më rrë. Pra ndaj, mos u qënë tefsira, lidhja, ti me zbëlu diçka në tefsir, caktu me ditim, se kjo është çështje absolutisht që nuk duhet me ndodhë. Ajo që me ndodhë, thash, është meditimi, po, pa tjetër, një lloj përpjekje për një lexim më cilësor, por që bëhet përmes tash këtyre 3 niveleve. Don meditim përmes leximit, i tregova qysh, meditim përmes dëgjimit. Dëgjon ligjërat, shkputje, çdo që u caktuar, për shembull, edhe ose e treta e ki meditim përmes domthon komunikimit apo. Në fond domthon si përmbledhje edhe një udhëfys halama praktik kësaj që përmenda. Një link e kam shpërnda, domthon e keni parë në Facebook, edhe shpërnda edhe në Viber, është link ku i gjeni 4-5 libra që mund të shkarkoni PDF, se s'le ju ndihmon këto. Për shkak se harta e kthimit tek Allahu është kujdesi për zemrën, që zemra duhet të orientohet ka Allahu, mu kthy tek Allahu te bartala. Pastaj ki dua me emrat e Allahut, e tham emrat e Allahut, edhe keni një libër që i ka përmbledh këtë emrat e Allahut për shkurtimisht. Çdo ditë mundesh letë me lexu, se nuk është leximi i thellë, por t'jap me kuptuar një orientim të caktuar me emrat e Allahut te barekuta. Në ki dua me emrat e Allahut, edhe ki
njohuritë e emrit të Allahut. Qëtojnë kryesorët për me I kuptu emrat e Allahut te barekuhu teala. Pastaj ka edhe një libër që është përmbledh thënie edhe kuptime të caktuara nga adhurimet e zemrës, që I përmend adhurimet e zemrës. Në këto libra janë në shërbim të kësaj teme që fula deri më tani, edhe ke librin Mysh dhe Agu, që janë meditime të caktuara, parete të caktuara, shkurtimisht, ato janë përcjell, po mundet me pas njëri, aty e keni ajet, një faqe e gjys shkrim, po ndihmon goxha, domthonë me qenë I lidhur me një ajet caktuar ose me kuptimin e caktuar, sikur sa aty keni suni Ikhlas ose ajetet e tjera. Më mendoj që në këtë mënyrë me lenë Allahut mund të qenë goxha të përmbledhur, të organizuar, të kujdesshëm, gjithmonë, domthonë ambicioz në dinamikë të vazhdueshme. Plagështia mund të rrok pak për shkak se ti kime qenë në adhurim po edhe me dunjë, kime ecë, se kena me vazhdu me punë tona tjera jashta aktivitetit të adhurimit, prandaj ka mundësi pak një plagështim të rrok, rreveti gati, mos lejo me ta prek sasin. Për shkak se sasia duhet të jetë e paprekshme në Ramazan, e cilësia mund të jetë e lëvizshme, por me këmbgule që prekja e cilësisë të jetë shumë e përkohshme, ditore, momentit që ta rikthesh prap zemrën në fokusin e adhurimeve edhe në cilësi edhe në sasi. Këtojnë këtë sebepe të nëzër, këtë në udhëzime caktuara praktike, po mbi gjitha I sukses më që ai që Allah jep sukses. Prandaj luteni Allahun azza wajal me sinqeritet, luteni Allahun xhallal xhelalu me përkushtim, edhe me për ulje të fuqishme, o Allah më jep sukses, o Allah më ngjall zemrën, më ruaj zemrën, më jep. Do lut Allahun bëj që të përmend këtë lut Allahun, fuqishëm, çdo natë, niftaren se fër lut Allahun te bartore e Allahu din çka kemi në zemrat tona. Në zemrat I që shë Allahu dert, e breng, e përkushtim, je jep Allahu atë që e lut madje më shumë se që e ka lut. Ai që e ka për formalitet, qef kish pas me ndodh, po edhe nëse s'ndodh, hajri inshallah, tani ti zi qef Allahu se spërzinet tek Allahu, po domon që tek unë që këto punë nuk shkojnë atë. Me qef këto punë nuk shkojnë këto punë me rasti, pe provoj, po shkojnë me përkushtim, me seriozitet, me lutje ndaj Allahut xhallahu ala, me breng, me disiplinë, me lodhje, nga Ramazani është një muaj që të më lodh, e ai që mundohet, Allahu xhallahu ala thot: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që përpjekin japin mund, kena mi udhëzuar në vazhdimsi, me arrit tek Allahu xhallahu ala. Çka është me arrit tek Allahu me Ramazan, me adhurime, me arrit tek kënaqësia Allahu tek shpëlimi I Tij dhe që të jemi të falur në fund të Ramazanit. Allahu I shpëlbeft për vëmendjen, për pjesëmarrjen. Allahu na takon punë të mira, edhe dëshira thash ishte një përmbledhje më shumë që të jemi më të organizuar, më të fokusuar, se tash këto temave të shumë ta mjaftuan edhe një temë tjetër, që tani prap kimë ditë e cila kemë kon. Do të më bëni përmbledhje, s'po përpjekje ishte, tash sa e kam qellu, edhe Zoti na fal të Allah për shimet eventuale, por përpjeka që realisht me ju organizu pak më mirë para se me hy Ramazan. Allah është përbleft me kaq për të fund, sallallahu alaihi Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimin kathira.